Shoqata Rajonale e Futbollit në Shkodër në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit organizon kampionatin e futbollit master për institucionet e qarkut të Shkodrës me pjesëmarrjen e 8 ekipeve, të cilat janë planifikuar të aktivizojnë futbollistët amator të moshës mbi 40 vjeç. Për kryetarin e shoqatës Rajonale të Futbollit në Shkodër, Lazem Matia, ky është një aktivitet që zhvillohet për herë të parë jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri. Është një kampionat i veçantë për herë të parë në Shqipëri që marrë me moshën mi 40 vjeç. Mendon që kjo moshë është një nga ato mosha që met më pak e përfshime në futboll. Shoqata Rajonale që më lën dhe është vetëm institucion që ka drejt të organizojë aktivitete të tilla. Kryen organizimin e gjitha kampionateve nga U7 deri te U19. Por rësia është ky kampionat që kemi vendosur ta zhvillojmë me lojtarët, mi 40 vjeç, lojtarë që kanë luajtur futboll, që kanë kontribuar në vite në sportin profesionist dhe amator. Pjesëmarrës në këtë kampionat janë veteranët e futbollit të Shkodrës, Universiteti Luiz Gurakuqi, Shoqata Rajonale e Futbollit në Shkodër, OSHE, Bashkia Shkodrës, Spitali Rajonal në Shkodër, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Media Shkodër. Sipas organizatorëve, aktiviteti është programuar të luhet në 14 javë, i ndarë në 2 faza, ku secili ekip do të përballet me kundërshtarët e tij 2 herë. Ekipi fitues shpërblehet me €750, ndërsa ekipi i dytë me €250.